Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka drejtuar kritika të forta ndaj Bashkimit Evropian për procesin e stërgjatur dhe të pasigurt të anëtarësimit të Kosovës në familjen evropiane. Nga Brukseli, ajo deklaroi se përkundër faktit që Kosova është 100% e linjëzuar me politikat dhe sigurinë e Bashkimit Evropian, përfshirë sanksionet kundër Rusisë, nuk ka pasur vlerësim të duhur nga ana e Unionit. Përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokatë totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, dhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe sa i përket politikave të tjera. Presidentja shtoi se kjo qasje po dërgon një mesazh të rrezikshëm në rajon. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë të Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe E pyetur për pritshmëritë nga samiti Osmani, nënvizoi se Kosova do të kërkojë trajtim të drejtë dhe barazi duke theksuar se kërkesat e Prishtinës nuk burojnë nga arroganca, por nga merita. Kërkesat tona do të jenë të zëshme, jo për shkak të ndonjë arrogancë politike, por për shkak se e meritojmë dhe ne kërkojmë që ky proces të jetë i bazuar në merita. Për Kosovën pritshmëritë janë të qarta, një Europë që vlerëson përkushtimin dhe jo që e ndëshkon atë.